Horoskopi ditor e diel, 26 tetor 2025. Dashi. Sot është një ditë premtuese për fillime të reja me energjinë e hënës që ndriçon zonën tuaj të kreativitetit. Ndihuni të sigurt në nisjen e projekteve të reja ose në përqafimin e ideve të reja. Entuziazmi juaj do t'i tërheqë të tjerët të mbështesin qëllimet tuaja. Përdorni energjitë bashkëpunuese. Edhe pse Marsi mbetet në shtëpinë tuaj të karrierës, shmangni vendimet impulsive që mund të ndikojnë në planet afatgjata. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të hartuar strategji të plot përpara se të ndërmerrni hapa të guximshëm. Në çështjet personale, një mesazh surprizues nga një i dashur mund të shkaktojë kënaqësi. Momente të tilla ju kujtojnë rëndësinë e ruajtjes së marrëdhënieve të ngushta. Gjeni kohë mes agjendës suaj të ngjeshur për ndërveprime personale. Në shëndetësi, përqendrohuni në ekuilibrin dietik. Ndryshimet e vogla mund të çojnë në përmirësime të rëndësishme. Së fundmi, merrni në konsiderat mundësitë që mund të përputhen në mënyrë të pavetëdijshme me dëshirat tuaja kryesore. Universi ju nxit të dëgjoni me kujdes intuitën tuaj. Vendimet e mençura sot mund të hedhin themelet për suksesin e ardhshëm. Demi. Shtrirjet qiellore sot favorizojnë vendosjen e qëllimshme të tokës dhe kujdesin për veten. Udhëtimi i hënës nëpër sektorin tuaj shtëpiak thekson rëndësinë e hapësirës personale dhe rehatisë. Rivlerësoni mjedisin tuaj dhe bëni rregullime për të kultivuar një stre relaksi dhe frymëzimi. Venusi, planeti juaj sundues, inkurajon lidhjet ushqyese me familjen dhe miqtë e ngushtë. Ndarja emocionale mund të thellojë lidhjet, duke sjellë ngrohtësi në ndërveprime. Profesionalisht, durimi është qelësi. Projektet mund të mos përparojnë aq shpejt sa dëshironi. Përdoreni këtë kohë për reflektim dhe planifikim. Financiarisht këshillohet kujdes, shmangni blerjet impulsive që tundojnë natyrën tuaj praktike. Fundi i ditës ofron një shans për reflektim të brendshëm. Konsideroni të shkruani në ditar ose të meditoni për të eksploruar njohuritë e rritjes personale. Sa i përket shëndetit, përfshini praktikat e vetëdijes për të nxitur lehtësimin e stresit. Së fundmi, përqafoni dashurinë për veten dhe mos harroni se këmbëngulja dhe besueshmëria juaj janë pikat tuaja të forta, duke tërhequr prosperitet ndërsa ecni përpara. Binjakët. Atmosfera kozmike sot është e gatshme të stimulojë ndjekjet tuaja intelektuale. Kalimi i hënës në shtëpinë tuaj të komunikimit rrit elokuencën dhe përshtatshmërinë tuaj. Është një moment i përshtatshëm për të angazhuar në diskutime stimuluese ose për të punuar në projekte shkrimi. Përpjekjet për rrjedhim ka të ngjarë të lulëzojnë, duke sjellë prezantime të frytshme në rrugën tuaj. Qëndroni të hapur ndaj ideve jo konvencionale. Ato mund të ofrojnë zgjidhje të papritura. Marsi vazhdon të ngarkojë sektorin tuaj me optimizëm, duke nxitur ambicien. Megjithatë, shmangni fokusin e shpërndar. Kanalizoni këtë energji në një qëllim të qartë për përparim me ndikim. Marrëdhëniet me vëllezërit e motrat ose fqinjet mund të jenë të spikatura. Merrni në konsiderat t'i kushtoni vëmendje mirëkuptimit shqetësimeve të tyre. Financiarisht, rishikoni buxhetet dhe përmirësoni shpenzimet e panevojshme për të siguruar stabilitet. Në një nivel rritje personale, gjeni një ekuilibër midis ndërveprimeve shoqërore dhe momenteve të vetmisë për t'u rimbushur. Dita përfundon me një atmosferë paqësore, perfekte për rinovimin e sipërmarrjeve krijuese ose eksplorimin e interesave të reja arsimore. Gaforria. Sot nxit reflektime mbi vlerën dhe vetëvlerësimin. Hëna hieshon sektorin tuaj financiar, duke nxitur një vështrim më të afërt të shpenzimeve dhe investimeve. Prakticiteti është thelbësor. Hidhni themelet për pasuri të qëndrueshme me strategji të zgjuara buxhetimi. Konsideroni pastrimin e gjërave për të krijuar hapësirë për energji të re dhe pozitive në jetën tuaj. Ndërkohë, ndikimi i Venusit sjell ngrohtësi në çështjet e dashurisë. Shprehni mirënjohje ndaj atyre që ju mbështesin, duke forcuar lidhjet e ndërsjella. Nëse jeni beqar, një takim i rastësishëm mund të ndezë mundësi romantike. Jini të hapur ndaj personaliteteve të ndryshme. Sa i përket karrierës, shfrytëzoni intuitën tuaj natyrore. Leadershipi juaj empatik mund të nxjisë dinamika harmonike të ekipit. Shëndeti kërkon vëmendje. Monitoroni zakonet emocionale të ngrënit dhe jepni përparësi të ushqyerit të ekuilibruar. Integroni rutina relaksuese si një banjë qetësuese ose një shëtitje në natyrë për të lehtësuar tensionet. Ndërsa dita mbaron, angazhimi në hobi artistike mund të ofrojë një arratisje të gëzueshme. Besojini instinkteve tuaja në projekte krijuese. Ato hapin rrugën drejt përmbushjes dhe qetësisë. Luani.
Skena kozmike e sotme ka të bëjë tërësisht me shprehjen e vetvetes. Hëna kalon në përshenjën tuaj, duke përforcuar dëshirën tuaj për të shkëlqyer dhe për të pohuar individualitetin. Është koha e përsosur për të kanalizuar pasionin në projekte krijuese ose në krijimin e markës personale. Venusi bekon sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke ofruar ndërveprime harmonike me të dashurit. Ndani aspiratat tuaja. Karizma juaj tërheq mbështetje dhe mundësi bashkëpunimi. Profesionalisht shtoni stil në prezantime ose komunikime për një ndikim të paharrueshëm. Sidoqoftë, mos harroni të balanconi besimin me përullësinë për të shmangur keqkuptimet. Nga ana financiare, fitimet e mundshme mund të lindin nga sipërmarrjet inovative. Besoni instinkteve tuaja, por sigurohuni që vendimet të përputhen me qëllimet afatgjata. Vitaliteti fizik është i lartë. Merrni në konsiderat angazhimin në një aktivitet të preferuar për të rritur endorfinat dhe mirëqenien. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, kënaquni me një ngjarje kulturore ose shijoni një darkë të sofistikuar me miq. Gëzohuni në lidhjet e bollshme dhe lejoni që pohimet e universit t'ju udhëheqin drejt rritjes së thellë të brendshme. Virgjëresha. Sot ofron mundësi për të përqendruar në vetanalizë dhe shërim. Kalimi i hënës në shtëpinë tuaj të 12 sjell një atmosferë të ndjeshme. Duke nxitur kohë për meditim dhe pushim, dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Vetëdia mund të sqarojë emocionet ose motivimet themelore. Vetmia paqësore mund të zbulojë njohuri për zgjidhjen e sfidave personale. Profesionalisht, dita inkurajon produktivitetin e përmbajtur prapa skenave. Është një kohë e shkëlqyer për të trajtuar kërkime të hollësishme ose për të finalizuar detyrat e kaluara. Balanconi ambiciet me relaksimin për të parandaluar lodhjen. Marrëdhëniet mund të kërkojnë durim. Komunikoni hapur për të shmangur keqkuptimet e vogla. Në shëndet, jepni përparësi teknikave të gjumit dhe relaksimit për të rigjallëruar rezervat e energjisë. Qetësoni shpirtin me melodi të buta ose praktika meditimi. Financiarisht, është e mençur të rishikoni angazhimet e pasgjidhura. Sigurohuni që të gjitha llogaritë të jenë në rregull përpara se të vazhdoni me sipërmarrje të reja. Në mbrëmje lidheni me një mik të besuar për shkëmbime mbështetëse. Ndonjëherë ndarja nxit qartësinë dhe forcon lidhjet me aleatët e çmuar. Peshorja. Yjet sot theksojnë miqësi dhe idealet e përbashkëta. Ndikimi i hënës në sektorin tuaj shoqëror nxit mbledhje ose projekte bashkëpunuese. Ju jeni një diplomat i lindur. Përdorni sharmin për të bashkuar perspektiva të ndryshme drejt qëllimeve kolektive. Rrjedhimi mund të sjellë kontakte të frytshme. Kapni këto momente për të rritur perspektivat profesionale. Kreativiteti rritet. Gjeni frymëzim në përpjekjet artistike me miqt për të rigjallëruar shpirtin dhe për të nxitur lidhje më të forta. Marrëdhëniet personale duhet të ushqehen me autenticitet. Merrni kohë për të praktikuar dëgjimin aktiv, duke siguruar që dialogët të jenë të balancuar dhe përmbushës. Natyra juaj harmonike mund të ndërmjetësojë konfliktet. Prandaj dëgjoni me vëmendje të paanshme nëse ju kërkohet. Financiarisht, rishikoni burimet e përbashkëta për të siguruar shpërndarje të barabarta. Transparenca shmang ndërlikimet e ardhshme. Në shëndetësi, përfshini aktivitete në grup si vallëzimi ose sportet ekipore për mirëqenie. Dita përfundon me reflektim. Vlerësoni arritjet dhe vizualizoni aspiratat e ardhshme. Besoni në aftësinë tuaj për të krijuar bukuri dhe harmoni rreth jush, duke manifestuar ëndrat e përbashkëta. Akrepi. Energjitë e sotme përqendrohen në aspiratat profesionale dhe imazhin publik. Rruga e hënës në shtëpinë tuaj të karrierës inkurajon planifikimin strategjik. Kapni mundësitë për të avancuar reputacionin tuaj. Përputhni qëllimet afatgjata me detyrat e përditshme për përparim me ndikim. Cilësitë e leadershipit theksohen, duke frymëzuar kolegët përmes depërtimit dhe vizionit autentik. Jini të vetëdijshëm për dinamikën e fuqisë. Praktikoni diplomacinë për të fituar respekt. Venusi mbështet ndërveprimet e vërteta. Shprehni vlerësim për ata që ndihmojnë udhëtimin tuaj. Marrëdhëniet personale ofrojnë stabilitet. Mbështetja e një partneri rrit vetbesimin tuaj. Nëse jeni beqar, mjediset profesionale mund të nxisin lidhje interesante, qëndroni të hapur. Financiarisht, vlerësoni investimet me kujdes. Rritja e qëndrueshme kërkon analiza të plota. Shëndeti kërkon vëmendje. Ekuilibri punë-jetë mund të parandalojë tensionet e shkaktuara nga stresi. Konsideroni integrimin e pushimeve të shkurtra medituese në rutinën tuaj. Në mbrëmje, festoni fitoret e vogla me një aktivitet të qetë që pasuron shpirtin tuaj.
Besojini intuitës në shpalosjen e shtigjeve dhe lejoni që sot të shtyjë aspiratat tuaja drejt suksesit të thellë. Shigjetari. Kozmosi sot fton eksplorimin dhe të menduarit e gjerë. Hëna inkurajon rritjen filozofike dhe të nxënit e lartë, duke paraqitur mundësi për të zgjeruar horizontet. Konsideroni zhytjen në ndjekje të reja arsimore ose planifikimin e udhëtimeve të ardhshme. Shpirti juaj aventuresk lulëzon nga risia. Përqafojeni këtë duke eksploruar kultura të ndryshme ose duke u angazhuar në diskutime që zgjerojnë mendjen. Marsi ndikon në shtysën tuaj energjike, duke nxitur veprime vendimtare në sferat profesionale. Përqendroni energjinë në projekte që përputhen me bindje dhe ambicjet personale. Entuziazmi juaj mund të nxjisë frymëzim tek bashkëmoshatarët. Marrëdhëniet ndërpersonale përfitojnë nga komunikimi i sinqert. Ndani ëndrat me të dashurit për të thelluar mirëkuptimin e ndërsjellë. Në financë, eksploroni burime alternative të ardhurave. Idetë inovative mund të ofrojnë mundësi të qëndrueshme. Shëndeti fizik ndihet i fuqizuar. Ndërmerrni aktivitete fizike që sfidojnë dhe motivojnë. Ndërsa dita përfundon, merrni momente për vetanalizë. Reflektoni mbi njohuritë e fituara, duke u siguruar që planet e ardhshme të rezonojnë me vlerat thelbësore. Lejoni që vizionet e sotme të udhëheqin aventura dhe rritje të jashtëzakonshme. Britsjapi. Fokusi kozmik sot është te burimet dhe transformimi. Ndikimi i hënës energjizon intimitetin dhe financat e përbashkëta, duke nxitur rivlerësimin e sipërmarrjeve ose marrëveshjeve të përbashkëta. Kërkoni mënyra inovative për të optimizuar investimet dhe për të menaxhuar borxhet. Njohuritë e besueshme, veçanërisht nga njerëz të besuar, çojnë në strategji të frytshme. Venusi zbut dialogët intensiv, duke inkurajuar komunikimin empatik në marrëdhënie. Dobësia emocionale mund të thellojë lidhjet, duke nxitur besimin dhe angazhimin. Profesionalisht, mbani fokusin në strategjitë afatgjata. Prioritizoni projektet që premtojnë rritje të qëndrueshme. Nëse merrni në konsiderat bashkëpunimet, sigurohuni që vizionet e përbashkëta të përputhen për të parandaluar konfliktet. Nga ana shëndetësore, shqyrtoni mirëqenien emocionale. Praktikat që promovojnë paqen e brendshme, si yoga ose meditimi, japin përfitime të thella. Financiarisht, buxhetimi i mençur ja vlen. Rishikoni shpenzimet dhe kufizoni shpenzimet e panevojshme. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, kërkoni rigjallërim në aktivitete shpirtërore ose transformuese që rezonojnë me thelbin tuaj. Mbështetuni në qëndrueshmëri dhe transformoni sfidat në mundësi për rritje dhe mençuri. Ujori. Energjitë e sotme nxjerrin në pah partneritetet dhe sipërmarrjet bashkëpunuese. Rruga e hënës përmes sektorit tuaj të marrëdhënieve ndriçon mundësi për të forcuar lidhjet me të tjerët e rëndësishëm. Bashkëpunimi lulëzon ku respekti ndërsjell dhe empatia udhëheqin ndërveprimet. Në mjediset profesionale, theksi në punën në grup sugjeron që të ndani ide me kolegë të besuar. Inovacioni buron nga kreativiteti i përbashkët, inkurajoni hapjen ndaj zgjidhjeve jo konvencionale. Venusi nxit marrëdhënie harmonike me të dashurit. Shprehni mirënjohje dhe vlerësoni momentet e përbashkëta, qoftë përmes dialogëve të përzemërt apo daljeve spontane. Nëse jeni beqar, rrethet shoqërore tërheqëse mund të zbulojnë mundësi emocionuese. Tërhiqni lidhje me autenticitet. Financiarisht, rishikoni partneritetet për shpërndarje të drejtë të burimeve dhe kthimeve. Shëndeti kërkon balancimin e përpjekjeve mendore dhe fizike. Angazhohuni në hobi relaksuese për të rimbushur. Mbrëmja nxit reflektimin mbi qëllimet dhe aspiratat personale. Vizualizoni sinergjitë e partneritetit që çojnë në sukseset e dëshiruara, duke pohuar shtigjet e zgjedhura me optimizëm dhe besim në përpjekjet bashkëpunuese. Peshqit. Fokusi sot është te shëndeti, rutina dhe shërbimi. Tranziti i hënës nëpër sektorin tuaj të punës nxjerr në pah përgjegjësitë e përditshme. Qasuni detyrave me kreativitet dhe saktësi për rezultate shpërblyese. Organizimi i hapësirës së punës nxit efikasitetin dhe qartësinë. Venusi mbështet harmoninë në vendin e punës, duke inkurajuar përpjekjet bashkëpunuese që ndërtojnë shoqëri dhe besim. Marrëdhëniet lulëzojnë kur bazohen në dëmshuri dhe mirëkuptim. Në shëndet, rregullimet e vogla të stilit të jetës ofrojnë ndikime të rëndësishme. Jepini përparësi mirëqenies përmes të ushqyerit të ekuilibruar, ushtrimeve dhe praktikave të vetëdijes për të ruajtur energjinë. Financiarisht, përpikëria në ekzekutimin e detyrave mund të zbulojë kursime të fshehura. Jini vigjilent ndaj mundësive të favorshme. Në mbrëmje kërkoni relaksim në mjedise qetësuese.
një shëtitje pranë ujit ose meditimi mund të lehtësojë stresin. Përqafoni vetë analizën, duke eksploruar kontributet personale në komunitet dhe shërbim. Reflektoni mbi premtimet e përmbushura dhe efektet e tyre te të tjerët. Universi ju fton të endë një ëndrat në realitet, duke përmirësuar tapetin e jetës me punë të qëllimshme dhe veprime të nxitura nga hiri që frymëzojnë të gjithë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.